Në Bazilikën Nëna e Këshillit të Mirë në Shkodër, u promovua numri më i fundit i revistës Arte e Trashëgimi, një botim dëgjues në shqip dhe anglisht, kushtuar trashëgimisë katolike shqiptare. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të festës së Zojës së Ngritur në Qiell dhe jubileut të emigrantëve. Fjala mirëseardhjes u mbajt nga rektori i Bazilikës, Dom Artur Jaku. Arti është një prej atyre që ne na lidh me Evropën, e sidomos afresko i Zojës së Këshillit Mirë, që realisht nuk ka studiu sa duhet, as nga historia e artit, tu kanë edhe profesorat e historisë së artit. Të pranishmit u përshëndeten edhe nga imzot Giovanni Peragjine dhe imzot Arjan Dodaj. Ruajtja e trashëgimisë son katolike është edhe një përgjegjësi shpirtërore. Nuk jemi pronar të kësaj trashëgimi. Jemi kujdestar të saj. Vëllim që dëshmon dhe dokumenton kontributin e gjerë të katolicizmit në fushën e artit, kulturës, përshpirtërisë dhe trashëgimisë historike, pikërisht veçanërisht këtu në këtë vend të bekuar, në vigjiljen e festës së Zojës së Ngritur në Qiell. Revista Arte e Trashëgimi ndërthur kërkimin shkencor, dëshminë shpirtërore dhe pasurinë e gjallë të katolicizmit shqiptar përmes materialeve të saj. Botimi synon të dokumentojë, promovojë dhe përcjellë te brezat e rinj vlerat historike, kulturore dhe fetare të vendit.